Programi 2 vjeçar pas të mesëm për dizenjim mod, pjesë e shkollës profesionale shërbime në Korçë, po tërheq një interes të shtuar nga të rinjtë e apasionuar pas artit dhe stilit. Aktualisht janë të regjistruar 32 nxënës në këtë program, i cili synon të ofrojë aftësi të specializuara dhe kualifikim profesional në fushën e modës. Ky është një program i cili prej 2 vjetësh ka goxha rritje, ka goxha interes për nxënësit, për studentët që janë të rritur. Është një program 2 vjeçar, ku kemi rreth 30 studentë të regjistruar. Këtu studentët aftësohen për veprimtarinë krijuese, për prodhimtarinë. Me një kombinim të teorisë dhe praktikës, ky kualifikim ndihmon në rritjen profesionale të studentëve, duke i pajisur ata me aftësitë e nevojshme për tregun e punës. Ky program i aftëson studentët, i rrit profesionalisht, i jep mundësi punësimi në tregun e punës, në ndërmarrje të prodhimit të veshjeve, sigurisht edhe për të vazhduar arsimim të lartë, si në degën inxhinieri tekstil mode pranë inxhinierisë mekanike, si dhe mund të punësohen në atelje mode ose të vetë punësohen. Ky program u ofrohet personave që kanë përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme, profesionale ose artistike, duke u dhënë mundësinë të zhvillojnë talentin dhe të përgatiten për një karrierë në industrinë e dizajnit dhe modës.